Përshëndetje muzikal të interes ku të që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në këtë fitore Inter Genoa 2-0, një ndeshje që faktikisht nuk parashikohet edhe aq e lehtë, pasi për situatën që Inter i vinte, si në aspektin psikologjik të tij, pasi vinim nga eliminimi i Champions League-s dhe patjetër nuk është asnjëherë një ndjesi e mirë të eliminohesh, si ashtu për mungesat që kishim, disa për shkak kartonash, si ajo e Bastonit, dhe disa për ruajtje energjish, ashtu siç ishte ajo e Pio Espositos. Kivu që kishte rreshtuar, le të themi, ekipin më të mirë të mundshëm, alternativat më të mira të mundshme, ku në krye të sulmit ishte Boni me Turam, Boni që bëri një paraqitje të mirë. Turam do e prek disi më vonë sepse janë disa element që na tregoi kjo ndeshje, megjithatë ishte një Genoa e rreshtuar shumë brapa faktikisht nga De Rossi, një Genoa që pjesën e parë, ose më saktë, le të themi deri në momentin e psimit të golit, ishte një Genoa shumë e mbyllur mbrapa, Interi që po tentonte në të gjitha format. Portieri i Genoas faktikisht bëri një performancë shumë mirë, një paraqitje shumë mirë, ku duhet evidentuar ajo pritje në asaj gjuajtje me kokë të Boni, sërish Boni i rrezikshëm me atë stopim dhe gjuajtje mbënjëhershme, sërish portieri i Genoas u gjend i gatshëm. Një Inter që po tentonte në disa mënyra, edhe pse për mendimin tim, për mënyrën se si po mbrojë Genoa, duhet të tentonim disi edhe goditje nga jashtë zone. Megjithatë, vjen ajo magji, një super gol, nuk e di, një gol i jashtëzakonshëm nga Di Marco me asist të Mkhitaryan që dha atë korridor, le të themi, atë top lart për Di Marco, dhe Di Marco e shtrin, domethënë me të parën godet një diagonale e frikshme. Është për të theksuar një statistikë që në këtë sezon Di Marco është i përfshirë në 21 gola të Interit, duke shënuar apo dhënë asis. Domethënë, është sezoni më i mirë i Di Marcos, realisht është një super lojtar. Dhe ishte pikërisht me një super gol që mund të zgjidhte kjo ndeshje. Dhe më pas patjetër pritej që Genoa të ishte disi më e zhbilancuar, çka ndodhi në pjesën e dytë. Pjesa e dytë që nisi po me të njëjtët lojtar, një Genoa, siç e thash, disi më e zhbilancuar pjesën e dytë, tentoi që të krijonte diçka më shumë, la disa hapësira mbrapa, edhe pse Interi nuk është se i shfrytëzoi shumë ato hapësira, pasi u pa ndoshta edhe për shkak të lodhjes, pasi le të themi që është ndeshje e disa që po zhvillohet, domethënë e treta brenda javës, por u mundua që të administronte rezultatin. Dhe më pas vjen ajo, domethënë në futjen në lojë të Çalhanoğlu's, i cili vinte nga një dëmtim, performancë shumë e mirë e Çalhanoğlu's, vjen ai goli i dytë me penallti realizuar nga pika e bare 11 metrëshit, Çalhanoğlu nuk gabon, por pjesëmarrës është Luis Enrique. Elementet që doja të theksoja nga kjo ndeshje janë disa pozitiv dhe ato negativ. Pozitiv absolutisht Di Marco, njeriu ndeshjes, njeriu fantastik. Zielinski gjithashtu shumë i mirë, është ai i cili ka zëvendësuar në mënyrë perfekte Çalhanoğlu dhe është absolutisht faktor kyç në këtë Inter. Zielinski që po i bën të gjitha ndeshjet, mos të harrojmë, ka disa ndeshje rresht që luan pa pushim fare. Gjithashtu Luis Enrique më ka pëlqyer jashtëmase, duket që ka fituar shumë vetbesim, futet në triblim, tenton edhe të godaz, gjëra të cilat nuk i kishin parë më përpara nga Luis Enrique në këtë ndeshje. Not pozitive gjithashtu për Carlos Augusto. Akanji duket se nuk e ka marrë veten nga ai dëmtim në kokë, pasi edhe sot rrezikoi të bënte një autogol. De Vrij më pëlqeu De Vrij, ndërkohë Mkhitaryan, le të themi që bëri detyrën, ishte ai asist fantastik për Di Marco, vizion loje. Tani dua të ndalim disi ke dy elemente negativ që faktikisht po na shqetësojnë shumë. Marcus Thuram më shqetëson shumë sepse e shoh shumë pa dëshirë. Është më shumë një problem psikologjik, do e quaj të Thuram, sesa në aspektin fizik të tij, por nuk e shoh fare as të përfshirë, nuk e shoh fare të luftoj për asnjë top, nuk është më ai Thuram që na ka mësuar. Pra luajmë gjithnjë me një lojtar më pak, gjithashtu edhe Barella, edhe pse ndryshe nga Thuram, të paktën Barella angazhohet, sërish sot një ndeshje e dobët e Barellës edhe me shiritin e kapitenit, megjithatë të paktën vlerësoj angazhimin e tij. Problemi i Barellës qëndron që nuk godet, nuk po pason, është shumë nevrik, domethënë gjithë ato lëvizjet me dorë, gjithë ato mlefe, nuk e lë as ekipin që të jetë i qetë dhe përpos kësaj vendos në vështirësi edhe ekipin. Domethënë me topat që ai
jep preket e shumta, vonesa, disa pasa shumë thjeshta. Megjithatë, të paktën vlerësohet angazhimi. Kivu duhet të zgjidhë shumë këtë çështjen e dy lojtarëve, sepse në fund fare janë dy element kyç të Interit në këto vite. Rastin e Turam e shoh shumë vështirë faktikisht se pikërisht ai që duhet merrte përdorë ekipin gjatë kësaj kohe, sidomos me mungesë Lautaro Martinez, por realisht është komplet out. Dy fjalë dua të them edhe për aktivizimet që Kivu bëri sot. Diouf është e disa herë që sa herë futet domethënë në lojë si zëvendësues, është shumë i qetë nga mend, bën disa triplime shumë thjeshta, luan thjesht, ka filluar të më pëlqejnë, ndoshta është momenti që t'i japin disi hapësira, dhe pse jo në Kupën e Italisë, gjysmëfinale me Komon. Them që ta provojmë Dioufin. Gjithashtu Çalhanoğlu, siç e thashë, evidentova, aktivizimi ishte i mirë. Pio Esposito ndoshta edhe pse është i lodhur, por nuk është se bëri ndonjë gjë, kush e di sot. Tashmë na pret një ndeshje shumë e rëndësishme, një gjysmëfinale me Komon, siç e thash. Të shohim, do jetë ndeshja e parë, absolutisht nuk është për të më vlerësuar. Unë e dua edhe Kupën e Italisë, domethënë dua që të japë maksimumin në të, dhe është java e derbit, më pas na pret derbi. Patjetër pres rotacion nga Kivu, por do kemi kohë të flasim edhe për Kupën e Italisë. E rëndësishme ishte kjo fitore, ky 3 pikë sot, kështu që në të mirë në të keqe, forca Inter, ju përshëndes.